Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave Angela Gaci pa ditë gazetarët e emisionit investigativ në televizionin italian Rai. Ky emision trajtoi marrëveshjen për emigrantët mes Italisë dhe Shqipërisë, ku veçohej roli i Angela Gacit si ish avokat i trafikantëve të drogës. Gaci është një avokat i rëndësishëm shqiptar me zyre edhe në Rom. Në të kaluarën, klientët e tij ishin edhe disa nga bosët kryesorë të mafjes shqiptare të gjykuar në Itali. Në vitin 2016, disa nga klientët e tij përfunduan në qendër të një polemike ligjore. Sipas asaj që raportuan magjistratët italian, shumë bos të mafjes shqiptare të dënuar me dënime nga 10 deri në 20 vjet në Itali u ekstraduan shumë lehtë në Shqipëri, ku pasi mbërritën atje, ata vuanin dënime shumë të ulta ose madje u liruan nga burgu thuaj ndër të tjera në këtë emision. Kur kryeministria italiane Giorgia Meloni shkoi me pushime në Shqipëri për të diskutuar detajet e marrëveshjes për emigrantët me Edi Ramën, ai ishte gjithashtu i pranishëm për krah kryeministrit shqiptar dhe homologes këtij të fundit. Por çfarë deklaronte emisioni Report ndër të tjera? Gaci ka qenë konsulent i shefit të Interpolit, general Fabrizio Lisi, oficer ndërlidhës mes Tiranës dhe Romës në luftën kundër trafikut të drogës. Lisi duhet menaxhonte një operacion pronash të paluajtshme që kishte të bënte me pronësinë e disa tokave për fundacionin e tij dhe ju drejtua avokatit Gaci, i cili e vuri në kontakt me një prestanomet Artur Sheut, kreu të trafikantëve të drogës me kontakte me Cosa Nostra dhe Sacra Corona Unita. Ende nuk ka një reagim zyrtar nga vetë kryeministria për të konfirmuar këtë lajm, i cili po qarkullon këto orë në media, i publikuar fillimisht nga Dosja Pikal. Megjithatë, duke njohur kryeministrin Edi Rama me shumë mundësi ky i fundit për të bërë edhe pak bujë dhe për të kamufluar gjithçka ka ndodhur, e ka këshilluar sekretarin e tij të përgjithshëm të ndërmarrë këtë hap ligjor. Mbetet për të pritur tashmë reagimi i kolegëve italian për këtë akt.